Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Suat Shaqiri rikonfirmohet kryetari i komunës së Çashkës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve rrëzoi të 5 ankesat për votimet në Çashkë të parashtruara nga VMRO, DPMNE dhe LSDM. Kandidati fitues për kryetari i komunës së Çashkës, Suat Shaqiri, tha se do të jetë përfaqësues të gjithë qytetarëve. Ai falenderoi mbështetësit, në veçanti popullin shqiptar, duke mos u anashkaluar dhe ata që na votuan si popull, pra qytetarët Maqedonas, mërgate në veçanti, të cilët treguan maturi europiane, erdhën dhe ju përgjigjen ftesës për të votuar. Ju falenderit shumë për pjesëmarrjen, falenderit shumë për pjesëmarrjen të gjithë banorëve të Çashkës, javëllçit tepërm, Vranovcit, Sogles, Mellnicës dhe gjithë qytetarëve tjerë të palës tjetër. Unë do të jem zëri i komunës së Çashkës, jam fitues absolut në formën më të mirë demokratike dhe do të jem i barabartë për të gjithë qytetarët pa dallime fetare dhe kombëtare. Partitë maqedonase, VMRO, DPMNE dhe LSDM parashtruan 5 ankesa mbi procesin e votimit për pajisje biometrike për zgjedhjen në komunën e Çashkës, ku fitues doli kandidati shqiptar. Deputeti VMRO DPMNE-s dhe kryetari i degës së partisë në këtë qytet Igor Stravovski provokon në rrjetet sociale pas zhvillimeve të fundit politike në komunën e Çashkës. Pas fitores së kandidatit shqiptar në këtë komunë, ai e cilësoi Çashkën simbol të identitetit kombëtar maqedonas. Në postimin e tij, Stravovski shkruan: "Çashka është zemra e Maqedonisë dhe duhet të mbetet e tillë." Nga 1 janar 2026 fillon zbatimi i rregullave europiane për dekarbonizimin. Përmes tij synohet ulja e emetimeve të dioksidit karbonit që krijohen nga kapacitetet industriale. Qëllimi është reduktimi gradual i ndotjes dhe kalimi drejt një ekonomie më të pastër dhe të gjelbër në përputhje me standardet europiane. Në fazën e parë, detyrimet do të zbatohen për industrinë e çelikut dhe çimentos, dy sektorë që janë ndërburimet më të mëdha të ndotjes industriale. Nëse nuk i respektojmë rregullat e Bashkimit Evropian dhe eksportojmë në BE produkte që janë prodhuar me lëndë djegëse fosile, ato do të nënshtrohen tarifave doganore më të larta dhe kështu do të jenë jo konkurruese në tregjet europiane. Ministri i Energjetikës e Maqedonisë së Veriut, Sanja Bozhinovska, konfirmoi se do të ketë një periudhë tranzitore dhe se Bashkimi Evropian ka shtyr pjesërisht afatet për zbatim. Maqedonia e Veriut rënditet ndër shtetet me ndotjen më të madhe në rajon. Rajoni. Kancelari gjerman Friedrich Merz në samitin e procesit Berlinit në Londër bëri thirrje që Kosova dhe Serbia të intensifikojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve dhe u garantojnë mbështetje. Edhe këtë vit mungon përparimi. Është koha që të dyja vendet të zbatojnë plotësisht detyrimet e marra. Ne do të angazhohemi aktivisht në këtë proces, tha kancelari gjerman. Merz vlerësoi miratimin e deklaratet përbashkët për pajtim dhe marrëdhënie të fqinjësisë së mirë, e cila duhet të zbatohet në praktik. Tani duhet ta vëmë në zbatim, sepse ardhmja e 6 vendeve të Ballkanit perëndimor është në Bashkimin Evropian. Procesi i Berlinit i çon përpara në këtë rrugë, konfirmoi kancelari gjerman. Siguria, zhvillimet rajonale dhe integrimi në Bashkimin Evropian ishin temat kryesore të bisedimeve mes kryeministrit detyrë të Kosovës Albin Kurti me ministrin francez për Europën Benjamin Haddad. Takimi erdhi në Londër në kuadër samitit procesit Berlinit. Jam mirënjohës për mbështetjen e Francës si një antare kyçe e BE-s dhe për vlerat e përbashkëta që udhëheqin partneritetin ton, shkruan në rrjetet sociale kryeministri në detyrë i Kosovës. Konfirmohet dorëheqja e presidentit të Aleancës Kosove e Re Bexhet Pacoli. Në vend të tij u caktua ushtrues detyre presidenti i ri i AKR-s, Vesel Makolli. Zoti Pacoli dha dorëheqjen para disa javësh dhe në bazë të statutit të partisë më ka caktuar ushtrues detyre i presidentit të AKR-s. Në KQZ janë njoftuar me këtë ndryshim, thuhet në reagimin e Makollit. Bexhet Pacoli ishte kryetari i AKR-s që në vitin 2006 me formimin e këtij subjekti politik. Ministri i detyrë i financave i Kosovës, Sekuran Murati, akuzoi opozitën se po bllokon ratifikimin e marrëveshjes me Bankën Botërore. Përmes saj, vendi do të mund të përfitojë rreth 90 milionë euro kredi me kamat 0%. E njëjta opozitë sot ankohet pse Kosova ende nuk po përfiton nga plani i rritjes me Bashkimin Evropian, financim ky, i cili është kryesisht kredi me interes nga 3 në 4%, apelon ministri i financave i Kosovës. Sipas Muratit, vonesa në përfitimin e fondeve nga BE vjen si pasojë drejt për drejt e bllokadës që opozita i ka bërë kuvendet. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Sistemi të drejtësisë në Shqipëri shtojnë 42 gjyqtar. Këshilli i lartë gjyqësor caktoi 42 gjykatës të rinj të shpërndar në 11 gjykata. 3 gjyqtar janë caktuar në gjykatën në shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat, 7 në shkallën e parë në Elbasan, 7 në Fier, 2 në Gjirokastër, 2 në Korçë, 2 në Kukës, 4 në Lezhë, 1 në Sarandë, 5 në Shkodër, 2 në Vlorë dhe 7 gjyqtar në Lushnjë. Nga 417 gjyqtar që duhet të kishte sistemi gjyqësor në Shqipëri, sot ai ka 308 gjyqtar të emëruar, nga të cilët 265 janë efektivisht në detyrë.
Me caktimin e magjistratëve të rinj, numri gjyqtarëve efektivisht në detyrë shkon në 307, ndërsa i temëruarve shkon në 350. Mbeten ende edhe 67 vende vakante në gjykata. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vjoi sërish akuzat ndaj qeverisë teksa komentoi përplasjet mes aksionerëve për aeroportin e Vlorës. Në konferencë për media Berisha tha se në dukje është një përplasje mes ortakëve, por sipas tij është një konflikt që ka të bëjë me shtetin. Që dy ortak mund të kenë mosmarrveshje njëri me tjetrin, kjo është një ndodhi e zakonshme, po që një kryeministër të implikohet në ngatresën apo në përballjen e dy ortakëve njëri me tjetrin, kjo është gjëja më e pazakonshme. Pra kemi të bëjmë jo thjesht me një përballje midis dy aksionerëve, por kemi të bëjmë me një përballje midis shtetit dhe aksionerëve. Kreu i Partisë Demokratike kërkoi hetim, ndërsa akuzoi ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balloku se ka transferuar aksionet nga kompania turke tek ajo e Pacollit. Atë që Arben Ahmetaj edhe Damian Gjiknuri nuk e firmosen sepse ishte 120 milion euro siguri nga qeveria nga takspaguesit shqiptar, Lubia e firmosi me 140 milion euro. Nga 1 janar i vitit të ardhshëm do të ndryshojë sërish siguracioni makinës në Shqipëri. Të gjithë ata drejtues mjete që kanë shkaktuar aksidente gjatë këtij viti do të paguajnë më shumë sigurim vitin e ardhshëm. Rregulloria e re për sigurimin e mjeteve hyri në fuqi në janar të këtij viti, duke marrë në konsiderat 7 faktor risku që shtrenjtojnë siguracionin, si fuqia motorike, mosha e shoferit, eksperjenca e tij në drejtimin e makinës, përdorimi i mjetit, qarku i regjistrimit të mjetit dhe vjetërsia e makinës, ndërsa histeriku me aksidentet nis të zbatohet nga janari i vitit të ardhshëm pasi aksidentet apo dëmet e shkaktuara përpara vitit 2025 zerohen. Bota. Kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer në kuadër të samitit procesit Berlin zhvilluar në Londër angazhohet të mbyllë rrugët përmes Ballkanit Perëndimor që po përmbyt Britaninë me migrant. Kryeministri tha gazetës The Sun se trafikantët kishin ndërtuar një perandori kriminale që shtrihej në të gjithë Europën, në të cilën Mbretëria e Bashkuar do të duhet ta mbyllë. Ekziston një autostradë kriminale që kalon nëpër Ballkanin Perëndimor duke i çuar emigrantët e paligjshëm direkt në Mbretërinë e Bashkuar. Detyra jonë është ta mbyllim dhe të shkatërrojmë bandat që e drejtojnë, tha kryeministri Starmer. Sipas gazetës The Sun, Britania po vendos drone në pikat e kontrollit në të gjithë Ballkanin për të ndaluar kontrabandistët në vendin e nisjes. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thanë se rreth 1/4 e mbritjeve me barka të vogla udhëtojnë nëpër Ballkan. Franca po të riqet nga një angazhim i kohëve të fundit për të ndërhyrë me forcë në det për të ndaluar anijet e vogla të kalojnë kanalin anglez. Kjo është bërë e ditur për BBC nga disa burime, ndërsa njeriu përgjegjës për sigurinë kufitare në Mbretërinë e Bashkuar, Martin Hewitt, ka shprehur zgënjimin e tij për vonesat franceze. BBC ka dëgjuar nga një numër burimesh në Francë premtimet për një doktrinë detare të re, e cila do të shite anijet patrulluese të përpiqeshin të kapnin anijet dhe të riqnin ato përsëri në breg janë të kota. Parlamenti Evropian miratoi të mërkurën një rezolut që dënon polarizimin politik dhe shtypjen shtetërore të vazhdueshme në Serbi një vit pas aksidentit tragjik në Novi Sad. Eurodeputetët kërkojnë procedura ligjore transparente dhe gjithëpërfshirëse për të sjellë para drejtësisë përgjegjësit për shembjen e stres në stacionin e kurridor në Novi Sad. Parlamenti Evropian bëri thirrje për llogaridhënie dhe reforma demokratike në Serbi. Eurodeputetët thonë se janë thellësisht të shqetësuar për klimën e tensionuar dhe polarizuese të nxitur nga gjua urrëties, propaganda anti-BE dhe pro-ruse dhe fushatat e shpifjes të prapura nga mediat e kontrolluara nga qeveria dhe nga zyrtarët. Në rezolut thuhet se ka pasur dështim të madh nga përfaqësuesit e qeverisë në Beograd për të përballur dhe për të pajtuar me të kaluarën e Serbisë. Vendet e Bashkimit Evropian miratuan paketën e 19 të sanksioneve kundër Rusisë. Penalitetet përfshin ndalimin e importeve të gazit natyror të lëngshëm rus LNG, tha presidenca daneze e Radhës e Bashkimit Evropian sipas Reuters. Ndalimi i LNG-s do të hyjë në fuqi në 2 faza. Kontratat afatshkurtra do të përfundojnë pas 6 muajsh dhe kontratat afatgjata nga 1 janari 2027. Paketa e re shton gjithashtu kufizime të reja udhëtimi për diplomatët rus dhe liston 117 anije të tjera nga flota hije e Moskës, kryesisht cisterna, duke çuar totalin në 558. Listat përfshin dhe banka në Kazakistan dhe Bielorusi. Krahas Bashkimit Evropian dhe SBA-ju bashkua sanksioneve të reja ruse. Administrata Trump vendosi sanksione ndaj 2 kompanive më të mëdha të naftës në Rusi, ndërsa i bëri thirrje Moskës të binte dakord për një armëpushim të menjëhershëm në luftën me Ukrainën.
Presidenti Donald Trump kishte sinjalizuar për javë të tëra se mund të vendoste ndëshkime kundër Rusisë për vazhdimin e luftës, por nuk kishte arritur të merrte masa të mëdha ndëshkuese deri të mërkurën. Njoftimi erdhi ndërsa Trump tha se kishte anulluar një takim të pritshëm me Putinin. Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, tha në një deklaratë se ishte koha për të ndalur vrasjet dhe për një pushim të menjëhershëm. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se ka besim të plotë presidenti i SBA-s Donald Trump për të arritur paqen në Ukrainë. Well, I have total confidence in President Trump, and he's the only one who can get this done. Ai është i vetmi që mund ta bëjë këtë, tha Rutte, duke referuar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke folur me gazetarët pas takimit me një grup senatorësh dy partijak në Capitol Hill. Rutte tha se vizita e tij kishte për qëllim të ofronte çdo mbështetje që NATO mund të ofrojë për të mbështetur vizionin e qartë të presidentit për t'i dhënë fund kësaj lufte në një mënyrë të qëndrueshme. Administrata Trump heq kufizimin mbi përdorimin nga Ukraina të disa raketave me rreze të gjatë veprimi të furnizuara nga aleatët perëndimor. Wall Street Journal, duke cituar zyrtar amerikan, raportoi se Ukraina përdori një raketë lundrimi Storm Shadow të furnizuar nga Mbretëria e Bashkuar për të goditur një strukturë ruse në Bryansk që prodhonte eksploziv dhe karburante raketash, njoftoi shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës në media sociale. Autoriteti për të kryer sulme të tilla u transferua së fundi nga sekretari i luftës Pete Hegseth tek generali Alexius Grunkic, zyrtari më i lartë amerikan në Europë, i cili shërben gjithashtu si komandant i NATO-s. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se vendi i tij është gati të mbështesë një pushim, por nuk do të bëjë lëshime për çështjen territoriale. Zelensky, i cili ndodhet në Bruksel për të marrë pjesë në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian, para samitit bëri deklarata për shtyp me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, duke vënë në dukje se kanë mirëpritur paketën e 19 e sanksioneve të Bashkimit Evropian të miratuar kundër Rusisë. Zelensky tha se kjo është me rëndësi të madhe. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.